Luiz Eli vazhdon të jetë fenomeni më i dashur për shqiptarët edhe 2 vite pas triumfit të tij në Big Brother VIP Albania. Një faqe shumë e njohur në Instagram me mbi 700.000 ndjekës ka organizuar një sondazh ku është pyetur publiku se kush është më i forti mes 4 fituesve të Big Brother VIP. Në këtë sondazh mes Luizit dhe fituesit të fundit Gjesti është Luizi ai që ka dalë përsëri fitues duke marrë 55% të votave dhe duke mbledhur plot 10.008 vota kundrejt 8.200 votave që ka marrë Gjesti. Diferenca e dukshme mes tyre tregon edhe një herë se Luizi mbetet një fenomen që publiku nuk e harron dhe që vazhdon të mbështetet pa kushte nga mijëra njerëz që e ndjekin dhe e duan. Edhe pse kanë kaluar 2 vite nga përfundimi i Big Brother VIP Albania, Luizi vazhdon të jetë në krye të zemrave të publikut. Energjia e tij, thjeshtësia dhe ndjeshmëria e veçantë që ai përcjell janë bërë arsyeja kryesore që emri i tij nuk shuhet kurrë. Përkundrazi dita ditës fiton më shumë dashuri dhe respekt. Sondazhi i fundit është një provë tjetër që tregon se populariteti i Luizit është unik dhe i pashoq. Një fenomen i pastër i mbështetjes së madhe që fansat kanë për të. Reagimet në rrjetet sociale kanë qenë të menjëhershme dhe të shumta. Me qindra mesazhe dhe urime kanë vërshuar në drejtim të Luizit ku fansat i shprehin krenarinë e tyre për të dhe e quajnë ende sot mbretin e vetëm të Big Brother VIP. Kjo dashuri e pakushtëzuar nuk është ndalur asnjëherë që nga dita që ai hyri në shtëpinë më të famshme të Shqipërisë e deri më sot ku çdo hap i tij përcillet me emocione të mëdha nga të gjithë. Luizi me këtë rezultat triumfues jo vetëm që tregon forcën e lidhjes që ka me publikun, por njëkohësisht dëshmon edhe fuqinë e tij si figurë publike që di të frymëzojë të përcjell energji pozitive dhe të fitojë zemrat e njerëzve pa shumë zhurmë, por me shumë dashuri dhe karakter. Sondazhi është mbyllur duke konfirmuar për të disatën herë që Luizi mbetet simboli më i pastër i suksesit dhe i dashurisë së publikut shqiptar, ndërsa emri i tij vazhdon të qëndrojë në maj duke mos njohur rënje.